Mbaroi forumi Delfit. Edhe sot shqiptarët janë të kënaqur. Orakulli I tyre që parashikoi se do marrin pasaportën europiane, do mbyllim negociatat në 2027-ën, I kreu ato detyrat atje. Edhe ata që hanë televizion, konsumatorët që konsumojnë me tru televizion, kanë pa mbrëm janë kënaqur. Kush ishte tema e diskutimit mbrëm për ju që pa televizion e pat? Te Erla më hilli luftë, ligji I luftës. Ishte ai Dritan Goxha e kush ishte tjetër. Jo po ligji I luftës këtu e ligji I luftës aty e me shpërthime, bomba, budalliqe. Edhe kishte pas edhe Grida emision, luftë edhe ke Grida. Në gjitha mediat, në gjitha banaqet televizive që hanë shqiptarët natë për natë, kishte vetëm spektakël si që do shte Edi Rama. I tha këshu, I than ashtu, u tha për këtë, e than atë. Asnjë nuk diskutoj që ore dakord vajti ky mashtrusi te forumi Delfit në Athinë, në Greqi, por që në të njëjtën ditë Shqipëria humbi shansin historik, e lan klas, e lan mrapa Mali I Zi. Sepse hajdutët ngelin mrapa gjithmonë. Edhe nuk doli më as ajo Marta Koska, ajo komunistja e spionja e Serbisë. Nuk doli që të thot edhe Shqipëria, se kishte dhënë intervista e a kesh interpretuar të nxorën mediat shqiptare bën sikur kishte thonë ajo Shqipëria, pastaj Mali I Zi. Njëtat media që bëjnë mbrëm emisione dhe nuk ngrinin pikë pyetje. Mbaroi forumi Delfit, po këte nga krau tjetër iku Mali I Zi. E ngriti komisioni për mbylljen e negociatave edhe do futet në Europë. Po ne pse ngelëm mrapa? Edhe të rendisin arsyet. Let mirnin edhe përfaqësues nga qeveria. Përfaqësues që janë të shumtë në mediat shqiptare që mbrojnë hajdutët. Pra janë të përnaqëm edhe ke studio Erlës, edhe ke studio e Gritës, edhe ke studio Ylli Rakipit, edhe ke studio Fevziut. Pra në çdo studio që shihni ju televizion, avokatët e hajdutëve janë të panumërt. Ke ABC-ja, te Sokol Balla janë të pafundëm. Por që nuk I gjoni vetëm këto, jo po ligji I luftës, jo po kjo, jo po ajo. Dhe tani do vim ke faza tjetër që grekët me shumë mundësi do na përlajnë detin atje ku duan ata. Sepse nuk u plas shumë atyre që një hajdut është në krye të Shqipërisë, atyre ju intereson politika për vendin e tyre, për Greqinë. Edhe do t'ja marrin. Nuk e pash Kreshnik Spahin mbrëm që dilte apo ka dalë, nuk e di se di, ai që dilte shifte me dylbi kufijin e Greqisë, qa sharlatani, se tani e kujtova këtë më burr. Ky popull ka besu që Kreshnik Spahiu është patriot. E kuptoni çfarë do të thotë të besosh që Kreshnik Spahiu është patriot? Do të thotë që mos kesh asnjë koncept patriotizmi si popull, si qytetar. Shtmer, ai sharlatan që del si ai dhe si shumë tjerë që dalin e bëjnë lau nëpër media, natë për natë. E kishën hap sot faqet e para Radio Televizioni Publik Shqiptar. Rama publikon fotoalbumin me miqt nga forumi Delfi. Të gjitha mediat kanë të njëjtin titull, që do thotë
titulli del nga zyra e propagandës e qeverisë. Se s'ka mundësi ta shoh një lloj, ta mendoj një lloj titullin redaktori RTS-s, redaktori Top Channel-it, redaktori Polinos, redaktori Euronews-it, i klanit, i gjithë. Pra, të gjithë këta dalin me të njëjtin titull që ka prodhu zyra e propagandës. Nuk hyn me ndryshu fare, copy paste, pap si çua çon ajo kë ka marrë ky etikë zyra të gocën. Edhe sot Shqipëria është më larg se çdo gjë. Janë gjitha media, gjitha propagandista laro që nuk linin natë pa dalë në televizion edhe na peshonin neve pasaportën europiane kur e premtonte kënë fushat elektorale. Po e them në mënyrë qesharake tani, se s'kam qa bëj. Dohon sa peshon pasaporta europiane, qa ngjyre ka, si funksionon, gjitha i bëjnë analistë detajuar pasaportës europiane që do merrnin budallej, do a jep te Tirana pasaportën europiane shqiptarëve. Tani ua ka hedhë në kosht plerave për interesa personale, për frikë personale, se ka frikë burgun, dhe fati madh thonjza i Ramës është se ka punu me mend që kur u bë reforma në drejtësi e kapi, e bleu, dhe çdo dosje korruptive që heton spaku e qep qëllimisht gabim që gjithë këta të dalin në fund të pafajshëm edhe me dënime qesharake. Për shembull, po ta shihni ke dosja e Akshit ishin miliona euro. Mbi 40 milion euro, prona, pasuri, llogari bankare, gjitha me radhë. Kur s'kan për tu konfisku. Se ka dhe gjë tjetër që se kuptojnë mirë njerëzit, se kupton populli. Sekuestrimi me konfiskimin janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Deri tani, fjala më e përdorur nga spaku është sekuestrim ka bë trut dhall shqiptarëve që edhe mendojnë idiotët mendojnë që sekuestrim do të thotë që ja merr, nuk ja merr me sekuestrim. Sekuestrimi është derisa mbarojnë hetimet. Në fund fare një vendim gjykate është paf, lirohen pasuritë, edhe ata i gëzojnë pasuritë e vjedhura dhe i legalizojnë. Sepse thonë jemi të hetum, nuk na i mori dot drejtësia se i kishëm të lishme, edhe të marrësh 40 milion euro, e trishja 2-3 vjet në përgjigje është asnjë gjë fare. Sepse siguron breza. Kështu që kush i ha këto, pas në qa vetën e vetë, po kështu është historia me spaku. Ndërsa pjesa tjetër, për integrimin, do presim tani, kur t'i doj shefi Edi Ramës, të dorëzojnë Belinda Ballukun, të dorëzojnë këto mafiozët e tjerë, të cilët ai si dorëzo do të kur se ka frikë. Ka frikë se me u marrë Belinda në hetim i turrën ndërkombëtarët spakut, se ata po i bëjnë, edhe kaq sa po kërkojnë ata po i kërkojnë. Ky thjesht po e përdor spakun për të fituar kohë që të blejnë ndërkombëtarët. Se vinë ndërkombëtarët i thon spaku tani e ka për Belindën, pyeti çik Belindën kush i ka bë këto. Belinda do thotë i ka bë Rama. Tjetri do thotë i ka bë Rama. Pra në mes të kësaj, qofse Shqipëria ka pengesë sot që është larg, është blloku procesi i integrimit, fajtori i parë është Edi Rama, fajtori i dytë është spaku. Se spaku për këtë u ngrit që të çmontonte korrupsionin nivelet larta dhe Shqipëria të ishte si Greqia, pra që dyshime për korrupsion i zhdukin nga parlamenti 13 deputet njëherësh.
dyshime për korrupsion, I heqin mandatin edhe I shkarkojnë 3 ministra një herësh. Gjë që nuk ndodh këtu ke ne. Siç e kemi thënë dhe herë të tjera, ajo Olta Xhaçka vazhdon aktivitetin e patrazuar, sepse e mbron kryeministri. Ashtu siç vazhdon edhe Belinda aktivitetin politik. Ky tani është fokusu me marrë në një nga këta mashtrusët, nga këta servilët e nga këta grabitqarët që kanë punu me opozitën, me I marrë edhe me I fut në për pozita shtetërore, si që mori Dash Sulën, si që mori atë gruan atje që e bëri drejtoresh spitalit që e bëri në Elbasan. Merë nga PD-ja njerëz pa karakter, edhe do që në 2027 të bëjnë një reformë territoriale dhe reformë zgjedhore që të marrë sa më shumë bashki me këtë sistem që e ka shumë të lehtë për t'i marrë. Edhe do dalë do thotë pastaj që unë kam fitu s'qa e kokën fare edhe ta harroni Europën. Ta harroni Europën, shihni televizion, shihni emisione në darkë, shtrihi aty para divanin, hani fare qa bëni unë, qa bëjnë shqiptarë në darkë nuk e di. Kur shohin televizion, shisi I tha ky këti, shisi I tha aja ti, e kupton, është si puna ti kur u emru ky drejtori I ri I policisë, doli ai Karamuça, që është ai ka nxjerr 2 herë pistoletën. sigur po thosha një gjë të madhe, kupton, lajm krye lajm, njerëzit duke e lexuar, duke pas ka nxjerr 2 herë pistoletën drejtori I policisë. Po pra, I njëjti drejtor policie që u tha policëve, u dha urdhër përdorin helm mariu kundër njerëzve. Domethënë barbari ky që I ka nxjerr pistoletën që thot ky. Dhe që ka nxjerr një urdhër spektakolar, nuk do ketë më polici në rrugë, mos të shihni më polici në rrugë. Që në fakt çdo drejtor policie që ka ardhur 2 muaj e para këtë urdhër ka dhënë, I ka heq nga rruga policët. Mas 2 muajsh fillojnë dalin policët nga ferra, si që dalin, e keni pa ju si dalin ata si hajdut, si kaçak, për të terrorizuar qytetarët edhe për të fituar në një lek, si që marrin policët, të kapa me shpejtësi, jo po ishe duke ecë me shpejtësi, jo po I hyre ati semaforit me portokalli, hece vërtetoj ati se hyre me portokalli, a hyre me jeshile, edhe të marrin të kapin në një lek. Kështu që kjo është historia, po këtë video në bëra kështu tani unë përqe vetëm për të thënë se fati madh mbrëm, që mbaroi forumi Delfit edhe në Shqipëri ishte e mërkur. Ishte vetëm grida me Fevzin e Erla që bëjnë emision, po do shihni sonde. Sonde që janë gjithë, do I shihni që diskutimi do jetë nacionalist. Ky vajt në Greqi, kërkoj ligjin e luftës, kërkoj këtë, ju tha që unë bona shaka me ju për Platonin, se ju plasit trapi grekëve, se qa thot Rama për Platonin. Qa thot një pashibuzuk, një kërdall e korruptuar për Platonin. Si foli mirë, si foli keq ky, as ja ul, as ja shton vlerat Platonin. Apo kujdo figure filozofike politike të Greqisë lashtë. Se ky e di kur flet për Platonin, e di që flet me këta rrugaçe që mani mend që kishte rrinte me këta rrugaçe gjithë ditën që I manden në parlament, me bandit, me kriminela. Apo e di që ai kur flet për Platonin, do mahnisnë edhe grekët siç mahnit Zishinen. Se Zishinen se ka iden kush është Platoni, kur flet ky Platoni kështu ai tjetri Sokrati ashtu Tukididi ashtu domethënë këto hapin sy si guaga se këto janë ignorantë, nuk e kanë iden. Ose Tërmet Peçi, për shembull, flasësh Tërmet Peçi për Platon. E mahnit Tërmetin. O Tërmeti çfarë paska qenë ky? Kurse në Greqi nuk mahnit njëri. Sa ta e din kush është Platoni. Prandaj bën ky çdo herë kur shkon jashtë
Edhe ai e di shumë mirë që nuk mashtron dot njeriu ne. As atë gaforën aty në Itali nuk e mashtron atë melonin. Nuk e mashtron, ajo ka interesat papara që ky po ja plotson. Edhe bë sikur ju doj shpirti për këto, po ajo asaj si plas fare për këto. Domethënë e trajton si e ke parasysh këto që zbusin arit ose këto kafshë të mëdha, kështu që i vejnë atë unazën këtu në hunët edhe e tërheqin. Edhe ajo kështu e përdor Ramën, kampet e gjadrit, do me i marr ujin e syrit kaltër atje që ja ka premtu ky. Ma premtimet e veta elektorale ajo me këtë rast. Ky zhyt shqiptarëve, bam, zhyt shqiptarëve. Se di si do i shkojnë me Trumpin. Megjithse po bën kështu si lojtar i madh. Kam përshtypjen do ta sqarojnë atë bjondin atë dhe pse ajo është si i çmend, domethënë kur aty të do shumë, aty të shkel me këmbë. Që ka edhe të mirën dhe të keqen ai. Por e gjitha shkon në kurriz të shqiptarëve. Na i heqim hallet që na ngarkon ky. Na i heqim kurriz hajdutërit që i ka ngarku ky shqiptarëve. Dhe pa u çliru mendja e shqiptarëve, nuk çlirohet as vota. Se vota është një proces që kalon përmes një mendje dhe një logjike dhe një arsye të kulluar. Jo një mendje të ndotur, një mendje që s'lexo libra kurrë, një mendje të mykur. Mendja e mykur e di votën 100.000 lekë. E di votën 50.000 lekë. E për marrë 50.000 lekë, unë për shty dohën jep votën për një 2 muj bukë, për i thes mil. Se di se sa shkojnë me jesh. Tjetëri jep shet votën për kushërinin, se ka kushërinin punë shteti, edhe i bim qaf kushërini, e thoi kam dhon llafin dhe jap votën socialistes. Kështu është kjo histori. Tani kam dalë unë po pi kafe me i vend këtu në natyrë. Se të thellohen edhe mendimet kur rri në natyrë, kur ikën nga ajri ndotur që na ka kriju Edi Rama në Tiranë, nga pisliqet. Minimalisht ka 2 mënyra për të shmpirë trurin nga ignoranca, ose dini në natyrë, që të kuptoni se ku jetoni, për ju që jetoni në Tiranë kam fjalën, ose lexoni një libër. Se ndryshe Palka për të bo Zeqineja e Sara e që janë to tërmetrat e gjithë ignorantët që ka mush grupin parlamentare me ata. Shofim sonde, se sonde ka emisione darke, do knaqe në për to banasha ata aty, i tha Rama kështu, i tha Rama ashtu. Shifni do ketë një temë për Malin e Zi. Se si, tu ka pas tema natë për natë për Hormuzin. U hap Hormuzi, su hap Hormuzi. Myll Hormuzi, su myll Hormuzi. Ja bën Irani kështu, ja bën Izraeli ashtu, ja bën Amerika kështu. Deri tani nuk ka as si temë pse Mali i Zi hecën përpara na ngjecim në vend. As si temë në diskutimet e mediave. Një media që merret me gjitha hallet e botës, nuk merret me krahasu pse një vend më i vogël se ne ka pensione më të larta, ka mirëqenie më të lartë, ecën drejt BE-s me shpejtësi konstante, hap negociatat, ato hap grup kapitujt, myll grup kapitujt, nuk ja bën njëri blok në atë procesin e i barit, edhe pse ne ngelim vend.
të shohim se si do shkojnë. Vazhdoni shihni televizion, shihni këto langaraqet e pushtetit, larot.